Në vitin 1769, në qytetin bregdetar Kaval, lind një djalë shqiptar që historia do ta njohë si Muhamet Mehmet Ali Pasha, babai i Egjiptit modern. Pas pushtimit të Napoleonit, Egjipti mbeti në kaos. Mehmet Ali Pasha me zgjuarsi ngjitet në hierarki dhe në vitin 1805 shpallet vali i Egjiptit, por sundon si mbreti pavarur. Ndërtoi ushtrinë më moderne të lindjes, reformoi bujqësinë, industrinë, arsimin, dërgoi të rinj në Francë për të mësuar shkencat e reja, një vizionar i vërtet. Nga viti 1811 deri në vitin 1833, ai pushtoi Sudanin, Sirin, Arabin dhe sfidoi vetë perandorin osmane. Një shqiptar nga Kavala bëri sultanët të dridhen në Stamboll. Shqiptarët, pra Mehmet Ali Pasha dhe pasardhësit e tij, sunduan Egjiptin nga viti 1805 deri më 1952, pra plot 147 vjet. Mbreti Faruk ishte sundimtari i fundit shqiptar në Egjipt. Në vitin 1952, një grup shteti rrëzoi monarkinë.